Mirëmëngjes të gjithë kolegëve, sot do t'ju paraqes rasti me një pacienteje që është referuar në strukturën tonë për dyshim të një kardiopatie komplekse. Pacientja ka kryer ekzaminimin gjatë javës së 17 të shtatzënisë dhe bie menjëherë në sy, si në një skanim tërthor të krahërorit. Zemra duket sikur është e formuar nga një dhomë vetme ventrikulare. Prandaj, pyetja diagnostike për diagnozën diferenciale ishte midis një zemre univentrikulare dhe një zemre të majt hipoplazike. Zemra univentrikulare është një kardiopati komplekse që karakterizohet nga një dhomë e vetme ventrikulare e cila mund të jetë morfologjikisht e gjatë ose morfologjikisht e majt. Me të mund të shoqërohet edhe një ventrikul rudimentar. Mund të shoqërohet një ventrikul rudimentar. Ventrikuli i vetëm i vëzhguar mund të ketë hyrje të dyfisht, pra me mundësim për të parë dy valvola atrioventrikulare të veçanta ose hyrje të vetme. Domethënë, vetëm një atrium që komunikon me dhomën atrioventrikulare përmes një valvole të vetme. Kjo mund të paraqitet në rastet e atredhisë mitralës ose të trikuspidës, ose mund të jetë me hyrje të përbashkët. Pra të dy atriumet komunikojnë përmes një valvole të vetme atrioventrikulare me dhomën e vetme ventrikulare. Në këto raste, dalja mund të jetë ose e rregullt, pra me një arterie të rregullt aorte dhe një arterie të rregullt pulmonare, ose të karakterizohet në një transpozicion i enëve të mëdha, ose mund të ketë bllokim të njërës prej dy rrugëve të daljes, me mundësinë për të parë vetëm një enë të vetme, pra ose aortën ose pulmonaren. Zemër e majt hipoplastike. Ktu përfshihen një sër kardiopatish të ndërlikuara, të cilat kanë të përbashkët një hipoplazi të rëndë të seksioneve të majta, që në formën klasike ose të quajtur edhe madhore, karakterizohen nga një hipoplazi si e inletit ashtu edhe outletit, pra një atrez mitrale me një koaktacion të rëndës të aortës, duke bërë që aorta ndonjëherë të jetë fije e hollë ose krejtësisht e padukshme. Ose një formë më e lehtë, ku kemi vetëm një mitrale hipoplastike dhe një ventrikul të majt hipoplastik, që megjithatë rezulton të jetë e dukshme gjatë vlerësimit ekografik. Në rastin në fjalë, nga disa skanime, dukej se kishte një valvul të vetme atrioventrikulare që hapej pikërisht në ventrikulin e vetëm. Ventrikuli i vetëm i dukshëm duket të jetë një ventrikul me morfologji të djathtë, nga prania e asaj që duket të jetë. Banda motoratrice ndodhet pas asaj që është banda motoratrice. Nga sternumi dhe nga ventrikulli i vetëm duket se del një enë vetme e madhe. Do ta shohim më vonë në imazhe si në 2D, ashtu edhe me ndihmën e ngjyrës, që duket se merr morfologjinë e arterjes pulmonare, pra me një aortë që nuk është e dukshme. Nga imazhet këtu, falcin e lupit, arri më mirë të rindërtojmë atë që duket të jetë pikërisht valvula e vetme troventrikulare, e cila hapet pikërisht në këtë ventrikul retrosternal që duket të jetë pra ai i djafti. Siç mund ta shohim nga ky friz, duket se ka një dhomë të dytë atriale, shumë të vogël, që ndoshta i përket atriumit të majt, në të cilin duket se hyn të paktën dy vena pulmonare. Me ndihmën e ngjyrës shihet mirë, duke u zhvendosur pra lart drejt asaj që duhet të jetë një prerje, tren gjaku. Prania e këtij enë të vetme që, le të themi, kalon në të majt të trakes, pra me një rrjedh të rregullt. Këtu shohim disa imazhe të tjera ku valvula duket gjithmonë e vetme. Dhe ajo që duhet të jetë atriumi i majt, i cili në këtë skanim ndodhet në të djathtë të imazhit, duket se merr dy vena pulmonare. Duke lëvizur nga ky prerje drejt asaj që është pikërisht prerja e tre enëve, shohim edhe këtu, siç duket qartë, që del në pa një enë vetme, edhe me ndihmën e Dopplerit, e cila do të ndahej në dy deg. Këtu shohim se si pozicioni është i respektuar sepse kemi një fetus në prezantim, budalike, pra me një kokë nga ana e majtë e nënës dhe nga vlerësimi i raportit midis zonës torakale dhe asaj kardiake. Nuk dukeshin shenjat të dekompensimit kardiak. Me ndihmën e Dopplerit u vlerësua më mirë edhe hemodinamika e valvulës së vetme triventrikulare të dukshme, e cila duket se është e ruajtur. Dhe këtu e shohim edhe më qartë, me pulsatin, pra me një raport EA të asaj që duhet të jetë një valvul trikuspide, e cila rezulton brenda normës. Pikërisht për shkak të vështirësisë madhe të rastit, është studiuar disa herë anatomia kardiake, si në grayscale ashtu edhe me ndihmën e ngjyrës. Këtu edhe një herë vërehet ky engjaku që duket se shkon drejt bifurkimit, si me ngjyrë. Siç e pat që këtu duket shumë mirë në 2D.
Duket se nga ky ventrikul, morfologjikisht, i djaft, del një arterie vetme e madhe që duket të jetë, pikërisht, pulmonarja. Këtu e shohim qartë formën e lambdas së bifurkacionit. Është kryer një pulsat edhe për këtë arterie të vetme të madhe që dilte pikërisht nga ventrikuli, e cila rezultoi të kishte një kulm sistolik të rregullt, kështu që edhe hemodinamika e valvulës semilunare rezultoi e ruajtur. Duke përfituar nga pozicioni i favorshëm i fetusit, u tentua disa herë. Në këtë moment të ekzaminimit, u studiua pikërisht anatomia e zemrës për të tentuar të karakterizohej më mirë kardiopatia. Sigurisht, qëllimi ishte të tentohej të vendosesh diagnoza diferenciale mes një zemre univentrikulare me hyrje të vetme, sepse këtu valvula atrioventrikulare në skanime të ndryshme është dukur gjithmonë si e vetme dhe mes asaj të një zemre të majt të tipit plastik më të madh, ku të ishte shoqëruar edhe me një koarktacion të rënd të aortës që e bënte të padukshme, siç e shohim këtu me ndihmën e ngjyrës, një enë që mund t'i atribuohet një aorte, pra të majt. Në dy rastet, gjithsesi, bëhet fjalë për dy kardiopati komplekse me prognozë jashtëzakonisht pafavorshme. Te zemra univentrikulare, incidenca është shumë e rrallë, por rreziku i aneoplazisë sindromike është më i ulët se te zemra e majt hipoplastike. Zemra e majt hipoplastike ka incidencë të ngjashme me atë univentrikulare, por ka rrezik të lartë aneoploidie, 15% prenatal dhe 3-4% postnatal. Kjo sepse duke qenë se kuadri diagnostik shoqërohet me një gjendje prognostike jashtëzakonisht të pafavorshme, pjesa më e madhe e shtatzënive që përballen me këtë lloj diagnoze, shpeshherë përfundojnë me një ndërprerje vullnetare të shtatzënisë. Edhe rreziku sindromik në rastin e zemrës së majt hipoplastike rezulton të jetë pak më i lartë krahasuar me atë të zemrës univentrikulare. Kushtet e aneoploidisë, të cilat më shpesh shoqërohen me këtë kuadër, përfaqësohen nga sindroma e Turnerit, trizomia 18 dhe 13, sipas rendit të shpeshtësisë, ndërsa mes gjendjeve sindromike njohim sindromën Charge. Për të dyja këto gjendje sidoqoftë, rezultati është jashtëzakonisht i pafavorshëm, me një vdekshmëri të lartë pas lindjes, madje edhe pas ndërhyrjes kirurgjikale. Për të plotësuar paraqitjen e kuadrit ekografik, ju njoftojmë se, siç mund të shihni nga këto imazhe, ekziston edhe shoqërimi i kardiopatisë me një hiperekogjenicitet të zorrve. Kjo vihet mirë në dukje këtu, madje edhe duke ulur ndriçimin në modalitetin grayscale. Ndërsa në nivelin e trurit, evidentojmë pranin e kistave të pleksuseve koriode, më të theksuara në pleksusin e djathtë, që këtu është ai poshtë, më pak, por gjithsesi të dukshme edhe në pleksusin e majt. Prandaj, pacientes ju rekomandua kryerja një ekzaminimi invaziv me kariotip dhe RICGH, të cilin në fakt pacientja e kishte kryer tashmë. Para vlerësimit ton me ultratinguj dhe për plotësim, një konsult me kardiokirurg dhe kardiolog pediatrik, sidomos për të përcaktuar atë që do t'jetë rezultati pas lindjes. Dhe pikërisht, prognoza e kësaj gjendjeja. Ju faleminderit për vëmendjen. Faleminderit të gjithëve.